Horoskopi muaj qershor 2025 për të gjithë shenjat, dashi, qershor 2025, besoj talentit tënd. Ky muaj do të sjellë për ju lëvizje të guximshme dhe vendime të mëdha. Saturni, që vazhdon të ndikojë në shenjën tuaj, po ju shtyn të dilni jashtë kufive të zakonshëm dhe të mendoni më thellë. Kush dëshironi të jeni? Ku dëshironi të shkoni? Ndryshimi nuk është më vetëm një mundësi, ai tashmë ka nisur. Nëse planet tuaja për të ardhmen përfshin ndryshim vendbanimi, largim nga rutina, apo bashkëpunim me një antar të familjes apo një mik të afërt në një projekt emocionues, do të keni fat në krah që nga data 9 qershor, kur planeti i fatit, Jupiteri, hyn në zonën tuaj të shtëpisë dhe familjes. Kjo sjell energji të re, zgjerim të mundësive dhe ndjenja shprese për të ndërtuar një të ardhme më të gjerë dhe më të sigurt. Ndërkohë, hëna e plot më 11 qershor do të ndriçojë ndjenjën tuaj të aventurës. Është momenti i duhur për të vendosur themelet e jetës tuaj. Kur baza është e fortë, e gjithë bota mund të bëhet vendi juaj për të lulëzuar. Sezoni i gafores nis me solsticin veror më 21 qershor, duke ju shtyrë të qartësoni se çfarë ju nevojitet për të ndjekur një ëndër që ka kohë që e mbani në zemër. Hëna e re më 25 qershor është çasti ideal për të projektuar një vizion të së ardhmes që përputhet me dëshirat tuaja më të thella. Dhe pse jo ju, dashi? Seriozisht, çfarë ju ndalon? Nga 26 qershori, planeti Merkuri hyn në zonën tuaj të argëtimit dhe krijimtarisë, duke sjellë me vete gëzim, energji kreative dhe ndoshta pak flirt romantik. Është një kohë për të shijuar jetën, për të ndjekur dëshirat tuaja artistike dhe për të ndërtuar lumturi nga brenda. Dita më me fat për dashin, e premte 6 qershor. Në këtë ditë të veçantë, yjet ndriçojnë rrugën tuaj drejt bollkut financiar dhe vetvlerësimin. Venusi, planeti i dashurisë, pasurisë dhe jetës së bollshme, hyn në shenjën e Demit, një vend ideal për të nxitur rritjen ekonomike dhe ndjenjën e sigurisë materiale. Kjo është një ditë ku mund të ndjeni një ndryshim të menjëhershëm në energjinë tuaj, si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda. Mundësitë për të përmirësuar të ardhurat janë të shumta. Një punë e re, një projekt anësor, apo ndoshta një investim që më në fund jep rezultat. Edhe pse Venusi në Dem sugjeron rritje të ngadalë dhe të qëndrueshme, nuk përjashtohen shpërblimet e papritura që mund të vinë nga burime të ndryshme. Këshill e veçantë, në natën e hënës së re, keni kujdes ndaj ëndrave, ato mund të përmbajnë mesazhe të vlefshme për të ardhmen tuaj. Demi, 20 prill, 20 maj, romanca është e gjallë dhe e fuqishme në botën e Demit që në fillim të muajit, fal planetit të dashurisë, Venusit, që më 6 qershor nis një udhëtim magjik në shenjën tënde. Mos dysho asnjë çast në aftësinë tënde për të përjetuar dashurinë, sepse jo vetëm që mundesh, por këtë herë do ta bësh me plot ndjenjë dhe vetbesim. Nuk ka nevojë të jetë ndërlikuar. Nga 9 qershori, planeti i bollkut, Jupiteri, hyn në sferën e komunikimit tënd dhe sjell energji pozitive për biseda të hapura, të ndershme dhe të thella. Nëse ke diçka në zemër që ke hezituar ta thuash, tani është koha për të folur troç. E vërteta mund të dhem, por mbi të gjitha, të çliron. Hëna e plot më 11 qershor të fton të lësh pas versionin e vjetër të vetes dhe të përqafosh atë që thellë në shpirt ke ditur gjithmonë se je, një njeri me mision, me vlerë dhe me qëllim. Sezoni i gafores, që nis më 21 qershor, sjell ide të ndritura dhe vendime të rëndësishme. Është koha të thuash me zë të lartë një ëndër, sepse këtë herë nuk do ta besosh sa shpejt do të vihet gjithçka në lëvizje për ta realizuar. Hëna e re më 25 qershor është momenti ideal për të vendosur qëllime që përfshin ndarjen e mendimeve dhe përvojave të tua me të tjerët. Ke diçka të rëndësishme për të thënë dhe bota është gati të të dëgjojë. Dita më me fat e muajit për Demin, e hënë 9 qershor. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti i fatit dhe bollkut, hyn në shenjën e gafores, duke aktivizuar fushën e komunikimit, shkrimit dhe kuptimit të shenjtë në jetën tënde. Mund të ndjesh një shtysë të fortë për të udhëhequr, për të ndarë njohuri, apo për të marrë një rol më të dukshëm në rrjetet sociale. Nëse ke menduar të shkruash, të krijosh përmbajtje, apo të ndjekësh një mundësi të re në karrierë, kjo është koha. Jupiteri do të qëndrojë në këtë fushë për një vit të tërë, duke të dhënë mbështetje për sukses afatgjallë. Por mbaje mend, intuita jote është çelësi. Dëgjo zërin e brendshëm. Ai do të udhëheqë drejt mundësive që janë të destinuara për ty, këshilla për shpirtin, çdo mëngjes përsërit pohime pozitive. Besimi yt është energjia që hap dyert më të rëndësishme. Binjakët.
Sezoni yt I ditëlindjes është në kulmin e tij, binjak I dashur, dhe bashkë me të, edhe ti je në formën më të mirë të mundshme. Haro gjithçka që ka ndodhur më parë. Ky është momenti yt. Nga 6 qershori, Venusi kalon në shtëpinë e 12 të shpirtit dhe shërimit, duke të ndihmuar të mbyllësh plagë të vjetra e të çlirohesh nga gjithçka që s'ta shërben më, pikërisht në kohën e duhur, për të përfituar maksimalisht nga ditët e fundit të Jupiterit me fat në shenjën tënde, por mos u shqetëso, fati nuk të braktis. Më 9 qershor, Jupiteri kalon në zonën e pasurisë dhe vetvlerësimit, duke sjellë energji pozitive si në aspektin financiar, ashtu edhe në ndjesinë që ke për veten. Është koha të ndjesh se e meriton çdo të mirë që po vjen në jetën tënde. Hëna e plot më 11 qershor ndriçon fushën e marrëdhënieve. Universi të kujton se jeta nuk ndodh kundër teje, por për ty hidh hapun ndaj njerëzve dhe do të befasohesh nga ajo që të pret përpara. Sezoni I gafores, që nis më 21 qershor, sjell një valë të re frymëzimi. Shiko prapa dhe kujtohu sa shumë ke arritur, ti e ndërtove këtë rrugë, binjak. Dhe lajmi I mirë është se më e mira ende s'ka ardhur. Hëna e re më 25 qershor sjell lajme të mira për financat dhe hap derën për ëndra të mëdha. Ajo ide që ke ruajtur në mendje? Tani është momenti ta ndash me botën. Mos e shty më, vepro, ndihesh me fat, mbaj një kristal citrine me vete gjatë gjithë muajit. Ai është I njohur për tërheqjen e bollëkut dhe energjisë së mirë, shoqëruesi I përsosur për rrugën tënde drejt suksesit, këshilla për shpirtin, fati yt rritet kur beson vërtet se e meriton. Ti je I aftë, I zgjuar dhe I përgatitur për gjithçka që vjen. Dita më me fat për binjakët, e diel, 8 qershor, besoj mundësive që të vinë, binjak I mrekullueshëm, më 8 qershor, Merkuri, planeti yt sundues dhe ai I komunikimit, kalon në shenjën e gafores, duke ndriçuar shtëpinë tënde të bollëkut dhe pasurisë. Kjo do të jetë dita më me fat për ty këtë muaj, dhe sinjal I qartë se mund të shfaqen oferta fitimpruese, bonuse financiare apo mundësi të reja pune, por nuk mbaron këtu. Vetëm një ditë më vonë, më 9 qershor, edhe Jupiteri me fat kalon në të njëjtën zonë dhe do të qëndrojë aty për një vit të tërë. Kjo është një periudhë e rrallë dhe shumë e fuqishme për rritje personale dhe financiare. Këshilla për këtë ditë, besoj mundësive që të vinë, edhe nëse duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Jupiteri sjell bekime të papritura dhe suksese të mëdha, veçanërisht kur je I hapur për t'i pranuar. Mos dysho në veten tënde dhe mos e minimizo potencialin që ke. Gaforia, përgatitu, gafore. E dim që jeta ka qenë e ngarkuar së fundmi dhe, për fat të keq, nuk ka ende shenja që do të ngadalsohet menjëherë. Po nuk je I sigurt se cilës pjesë të jetës t'i japësh përparësi. Nëse do të ishte në dorën e Saturnit në dash, do të përqendrohesh tërësisht te karriera. Por ditët e fundit të Jupiterit me fat në shtëpinë tënde të 12, sfera e shërimit dhe pushimit, të kujtojnë se nuk je I dobishëm për askënd nëse je I djegur nga lodhja, çelësi është balanca. Gjej atë pikë ku mund të pushosh pa u ndjer fajtor, ku të kujdesesh për veten pa neglizhuar ëndrat. Dhe mbaje mend, shumë energji pozitive është në rrugë drejt teje. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti I fatit dhe bollëkut, hyn në shenjën tënde dhe e gjithë bota do të fillojë të duket më e ndritshme, më e madhe dhe më e bukur se më parë. Hëna e plot më 11 qershor të fton të krijosh një rutinë të re, më të kujdesshme, ose të kthehesh më në fund të ajo sfidë shëndetësore që e ke shtyr gjallë. Jeta po hyn në një kapitull të ri dhe ti je gati ta përballosh. Sezoni yt fillon më 21 qershor, me solsticin e verës. Është koha për të festuar veten, për të reflektuar mbi vitin që kaloi dhe për të hapur krahët ndaj një viti të ri që të pret, dhe më 25 qershor, hëna e re lind pikërisht në shenjën tënde. Kjo është një dritare e artë për të vendosur qëllime, për të shkruar dëshirat e tua dhe për t'ia komunikuar qartë universit. Unë jam gati. Pse jo ti, gafore? Këtë herë është vërtet koha jote. Mos dysho. Dita më me fat për gaforen, e hën 9 qershor, jeta fillon të marrë një kthes pozitive për ty, e dashur gafore. E hëna 9 qershor është dita jote me më shumë fat këtë muaj, dhe ndoshta një nga më të rëndësishme të gjithë vitit. Kohët e fundit mund të jesh ndjerë sikur gjithçka ishte pezull, sikur po prisje një dritë jeshile që nuk po vinte kurrë. Por ndalimi ishte I nevojshëm, ishte koha për të shëruar plagët e brendshme. Tani që je më e qetë dhe më e vetëdijshme, Jupiteri, planeti I bollëkut, hyn në shenjën tënde dhe sjell me vete atë që astrologët e quajnë prekja e Midasit. Çdo gjë që prek, do të ketë potencialin të kthehet në ar.
Rritet vetë besimi yt, rezaton më shumë dritë dhe fillon të tërheqesh me lehtësi mundësi, njerëz dhe përvoja që janë të destinuara për ty. Ky është momenti yt për të lënë pas gjithë peshën që ke mbartur, për të çliruar zemrën dhe për të besuar se gjithçka që ndodh, po ndodh për të mirën tënde më të madhe. E ardhmja është e ndritshme. Pranoje fatin që po të vjen në krah dhe lejoje veten të shkëlqesh. Luani, jeta po ndizet për ty, je dashur Luan, që në fillim të këtij muaji. Vëmendja kthehet nga brenda të jashtë, nga mendimet e thella të marrëdhëniet që të rrethojnë. Kjo është një kohë ku jetës shoqërore i rikthehet gjallëria dhe lidhjet e reja që krijon para datës 9 qershor mund të hapin dyrë që nuk i kishe imagjinuar më parë. Nëse planet e tua për të ardhmen përfshin udhëtime, lëvizje apo më shumë kohë jashtë vendit, lajmet e mira janë në horizont. Saturni në dash të shtyn të bëhesh më serioz në ndjekjen e ëndrave të tua. Dhe kur Jupiteri kalon në zonën tënde të mbylljes më 9 qershor, ti mund të përjetosh një përfundim të rëndësishëm emocional. Mund të ndjesh që disa cikle më në fund po mbyllen dhe zemra po çlirohet. Po, gjithçka po shkon siç duhet, edhe nëse nuk e sheh menjëherë. Në datën 11 qershor, hëna e plot ndriçon shtëpinë tënde të pesë, atë të kënaqësisë, argëtimit dhe flirteve. Është koha të lirohesh nga bara e përgjegjësive që të kanë lodhur. Jep vetes leje të kënaqesh, të luash, të ndjesh si dikur. Sezoni i gafores nis më 21 qershor dhe me të vjen një ritëm më i ngadaltë, më i bull. Do të ndjesh nevojën të kujdesesh për veten, të bësh paqe me trupin dhe mendjen. Dita e re më 25 qershor është një ftesë për të lënë pas të kaluarën dhe për të hapur një kapitull të ri. Magjik dhe më në fund, Mërkuri kalon në shenjën tënde më 26 qershor, duke të dhënë fjalët, mendimet dhe fuqinë për të ndërtuar atë që dëshiron. Ky është momenti yt për të folur, për të krijuar, për të ndriçuar botën me dritën tënde. Dita më me fat, e premte 6 qershor, gjatë muajit qershor, yjet të ftojnë të investosh në suksesin tënd profesional. Dhe në datën 6 qershor, kur Afrodita kalon në shenjën e Demit, ti hyn në një periudhë të artë për karrierën, njohjen dhe fitimet që burojnë nga puna jote. Energjia e Demit lidhet ngushtë me karrierën dhe qëndrueshmërinë financiare. Ndaj ky pozicion i Afroditës sjell bekime të veçanta në jetën tënde profesionale. Por kjo nuk është vetëm për lavdi apo tituj. Kjo është një kohë kur më në fund njerëzit fillojnë të të shohin për atë që je, një njeri i zgjuar, me vlera të vërteta dhe aftësi të jashtëzakonshme. Nëse ke ndjerë më parë se puna jote nuk është vlerësuar siç duhet, kjo fazë do të ndryshojë perceptimet dhe do të përmirësojë reputacionin tënd. Ofrime të reja, bashkëpunime apo mundësi promovimi do të shfaqen në horizont, mos i lër këto mundësi të kalojnë pa i kapur. Zgjidh vetëm ato që përputhen me shpirtin tënd, që të japin kuptim, jo vetëm para. Sepse suksesi i vërtet ndodh kur pasioni takohet me përkushtimin. Virgjëresha, ka lajme të mira për ty këtë muaj, Virgjëresh. Një investim i madh, qoftë në kohë, para apo energji, më në fund fillon të jap frytet e veta. Mund të ndihesh krenare për këtë arritje dhe me të drejtë. Por kujdes, mos u rehato shumë shpejt. Sepse suksesi i parë është vetëm fillimi, një projekt i ri me potencial për të ndryshuar të gjithë rrjedhën e karrierës tënde, po troket në derën tënde. Ky është një kapitull që do të zgjas 6 muajt e ardhshëm dhe mund të të ngrejë më lart se kur më parë. Ndiq zemrën tënde dhe beso tek instinkti. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti i fatit, zhvendoset në zonën tënde të lidhjeve dhe rrjeteve. Duke sjell mundësi të shkëlqyera për të krijuar lidhje me njerëz me ndikim dhe për të ndarë pasionin tënd me botën. Bota është gati të dëgjojë zërin tënd, Virgjëresh. Hëna e plot më 11 qershor të kujton diçka thelbësore. Qëndro me këmbë në tokë, edhe kur gjithçka duket se po shkon për mrekulli. Rënjet e tua janë forca jote. Sezoni i gafores, që nis më 21 qershor, sjell kohë për të kaluar me njerëzit që të mbushin shpirtin. Angazhohu në kauza që kanë kuptim për ty sepse ajo që po ndërtuar tani nuk është vetëm për ty, por për të bërë mirë edhe për të tjerët. Hëna e re më 25 qershor është një moment i mrekullueshëm për të shprehur një dëshirë të zemrës. Dhe për të besuar se këtë herë gjithçka është e mundur, fati është në anën tënde, Virgjëresh. Mos e haro. Dita më me fat për Virgjëreshën, e premte 6 qershor, e dashur Virgjëresh, bëj kohë për të shijuar jetën, sepse fati do të të gjejë pikërisht kur të jesh duke buzëqeshur. Më 6 qershor, planeti Venus zhvendoset në shenjën e Demit, duke ndriçuar shtëpinë tënde të fatit dhe mundësive.
Kjo është një ditë ku universi të thotë, lejoje veten të marrë frymë, të ëndërroj dhe të ndjej gëzim. Energjia e demit sjell jo vetëm fat të mirë, por edhe mundësi për udhëtime, përvoja të reja dhe fillime të freskëta. Kjo nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me sukses profesional, përkundrazi, fati mund të vijë nga pushimi, nga një udhëtim spontan. Një hobi i harruar apo thjesht nga një vendim i zemrës, mos u përpiq të ndjekësh gjithmonë rregullat ose rrugët tradicionale. Kjo është koha për të ndjekur gëzimin, për të kujtuar çfarë ndes shpirtin tënd dhe për të besuar se pikërisht kur e vendos lumturinë në qendër, vjen edhe bollku. Pra, në këtë muaj, çfarëdo që të bësh, bëje me zemër. Sepse aty ku është gëzimi yt, është edhe fati yt. Peshorja. Peshore, vera jote e ngritjes fillon tani. Ka një magji të veçantë në ajër, ndërsa sezoni i binjakëve po merr hovë, duke përhapur energji pozitive për planet që përfshin udhëtime, aventura dhe mundësi të reja. Pavarësisht sa i bllokuar je ndjerë më parë gjatë këtij viti, ndryshimi është i pashmangshëm dhe i fuqishëm. Më në fund, ti po merr atë që meriton, dhe ajo që meriton është gjithë e mira që jeta ka për të ofruar. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti i fatit dhe zgjerimit, hyn në zonën tënde të suksesit, duke sjell një valë energjie që do të fuqizojë qëllimet dhe ëndrat e tua profesionale. Ndërkohë, Saturni, planeti i seriozitetit dhe përgjegjësisë, vazhdon rrugëtimin e tij në zonën e marrëdhënieve, duke të nxitur drejt përkushtimit që je tashmë i gatshëm të marrësh. Ky është momenti yt, peshore, ndis dritën brenda vetes dhe kap jetën me të dy duart. Hëna e plot më 11 qershor të kujton të jesh e sinqert dhe të thjeshtë në fjalë. Thuaj atë që mendon dhe mendohu mirë për ato që thua. Nëse do të komunikosh qartë dhe pa pritshmëri që të tjerët të lexojnë mendjen tënde, mund të marrësh gjithçka që dëshiron këtë verë. Kur sezoni i gafores nis më 21 qershor, ti do të ndihesh gati të fuqizosh planet e tua për të ardhmen në çdo fushë të jetës. Mos freno imagjinatën, mendo madje edhe më larg se sa ke bërë deri tani. Sidomos më 25 qershor, në ditën e hënës së re, kur do të krijosh hapësirë për fillime të reja me magji të fortë. Më 26 qershor, hyrja e Merkurit në zonën tënde sociale sjell energji festash dhe mundësi për lidhje të gëzuara dhe të gëzuara. A je gati të shkëlqesh dhe të shkosh përtej kufive? Akrepi, ndryshimet që ke nisur muajin e kaluar tashmë fillojnë të japin frytet e tyre gjatë këtij qershori. Po kupton fuqinë e vërtetë që ka zgjedhja e paqes në jetën tënde. E ndjen ajrin e dashurisë që po mbush zemrën tënde, sepse e bukura Venus hyn në zonën tënde të marrëdhënieve më 6 qershor. Tani aftësitë e tua për të bindur dhe për të ndikuar janë në kulmin e tyre, ndaj nëse ke dikë që duhet të marrësh në anën tënde për të krijuar jetën që ëndërron, ky është momenti ideal. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti i fatit dhe zgjerimit, largohet nga zona intensive e 8 dhe hyn në atë të 9, duke sjellë energji të madhe dhe etje për aventura dhe njohuri të reja. Ende nuk është vonë për të realizuar një dëshirë të madhe, Akrep. Shfrytëzo këtë periudhë për të manifestuar magjinë tënde. Hëna e plot më 11 qershor bie në zonën tënde të pasurisë, duke të nxitur të shohësh fuqinë e vullnetit tënd të palëkundur. Bëj kërkesa të mëdha, sepse gjithçka që pret do ta marrësh. Sezoni i gafores nis me solsticin e verës më 21 qershor, duke sjell plane udhëtimesh dhe ide të reja për ty. Një pushim nga rutina është më së i nevojshëm, prandaj gjej mënyra për të shpëtuar dhe për të marrë frymë thellë. Hëna e re më 25 qershor është koha perfekte për të nisur projekte që përqendrohen tek idetë, kurreshtja dhe vizionet e mëdha për të ardhmen. Jeta është për t'u jetuar plotësisht dhe jeta jote është në ngritje të pashmangshme. Mbaje mend, Akrep, çdo hap që bën drejt paqes dhe vetdijes tënde të thellë të sjell fuqi dhe bekime. Ti je krijuesi i fatit tënd dhe tani je duke shkruar kapitullin më të shkëlqyer të jetës sate. Dita më me fat e muajit për Akrepin, e njëjtë 26 qershor, Akrep i dashur, mos e mbaj më veten pas. Sidomos jo më 26 qershor, dita më me fat për ty në këtë muaj të rëndësishëm. Merkuri, planeti i komunikimit dhe mundësive, kalon në shenjën e luanit këtë ditë, duke ndriçuar shtëpinë tënde të suksesit profesional dhe të arritjeve publike. Kjo është periudha kur ti je thirrur për të shkëlqyer. Luani të nxit të dalësh në dritë, të mos fshihesh më pas skenës, por të marrësh vendin që të përket. Qoftë në një rol publik, një promovim në punë apo marrja e një pozicioni me më shumë përgjegjësi, gjithçka të shtyn drejt rritjes dhe njohjes që e ke merituar prej kohësh.
Mund të vinë një ofertë që të fton të dalësh jashtë zonës tënde të rehatisë, ndoshta edhe të ndryshosh vendbanim apo të udhëtosh drejt një ëndre të madhe. Shigjetari, dashuria sundon për shigjetarin këtë muaj, ndaj gjej kohë për dikë që ta bën zemrën të rrahë më fort. Nuk je i sigurt nëse zemra jote është ende aty? Të kuptojmë, shigjetar. Por kjo nuk do të thotë se një lidhje e rëndësishme nuk është në horizont. Qershori mund të sjellë një takim shpirtëror, një bashkim mendimesh që do të frymëzojë, të ndesë krijimtarin apo të hapë një derë në karrierë. Ndryshimet nuk janë larg. Më 9 qershor, Jupiteri, planeti yt sundues dhe simboli i fatit, hyn në shtëpinë tënde të tetë, atë të transformimeve të thella dhe lidhjeve të forta. Dikush që dëshiron të ndihmojë të ecësh përpara mund të shfaqet papritur. Besoj intuitës. Lejo veten të pranosh ndihmën dhe përkrahjen që meriton. Hëna e plot më 11 qershor ndriçon pikërisht shenjën tënde dhe sjell magji aty ku të duhet më shumë. Nëse je lodhur duke ndjekur një qëllim pas tjetrit, duke ndjerë sikur gjithmonë duhet të luftosh për gjithçka, kjo hën të fton të ndalesh dhe të shijosh jetën. Universi do të tregojë një rrugë të re, më të qetë, më të pasur me kuptim. Sezoni i gafores që nis më 21 qershor sjell transformim. Por ky ndryshim fillon vetëm atëherë kur kupton se ke fuqinë të ndryshosh gjithçka. E vetmja pengesë në rrugën tënde je ndoshta ti vetë. Prandaj hap zemrën dhe lësho kontrollin. Hëna e re e 25 qershorit të fton të kërkosh mbështetjen që të duhet për të realizuar diçka të madhe. Është koha. Ti je gati. Le të filloj loja. Dita më me fat për shigjetarin, e njëjtë 26 qershor, përqafo këtë fazë transformimi shigjetar, sepse më 26 qershor arrin kulmi i energjisë suaj shpirtërore dhe i fatit. Jupiteri, planeti yt sundues dhe simboli i rritjes, ka kaluar në shenjën e gafores më 9 qershor dhe po ndes një kapitull të ri në jetën tënde, një periudhë ndryshimesh të thella që do të formsojnë gjatë një viti të tërë. Kjo është koha kur fillon të hapesh ndaj mundësive të reja. Frika nga ndryshimi nuk të mban më pas. Përkundrazi, tani është momenti të dalësh në dritë, të marrësh hapin që ndoshta e ke shtyrë prej kohësh dhe të besosh në fuqinë tënde për të përqafuar suksesin. Kjo energji do të intensifikohet më 26 qershor kur Merkuri kalon në Luan, në një pozicion që për ty ndriçon shtëpinë e fatit, udhëtimeve dhe zgjerimit të jetës. Merkuri është planeti i komunikimit dhe nën këtë ndikim mund të vinë oferta të reja që do të shtyjnë drejt një rruge të re, mund të jetë një mundësi udhëtimi, një projekt i ri biznesi, apo edhe një lidhje romantike që ndryshon gjithçka. Ti që dikur hezitoje të bëje ndryshime të mëdha, tani je gati. Sepse thellë brenda vetes e ndjen se kjo fazë e transformimit është pikërisht ajo që të ishte e shkruar. Britsjapi, jeta që gjithmonë ke ëndërruar mund të duket ende pak larg. Por në të vërtetë është shumë më afër se sa mendon. Ky muaj vjen për të treguar fuqinë e vërtetë që ka besimi në vetvete, guximi për të dalë nga zona e rehatisë dhe marrja e një rreziku që mund të ndryshojë jetën. Në fillim të qershorit, mund të marrësh një mundësi të artë të lidhur me një projekt krijues, një mundësi që mund të japë një shtysë të madhe. Por ajo që do të ketë ndikimin më të madh afatgjat është lëvizja e planetit të fatit, Jupiterit, në zonën e partneriteteve më 9 qershor. Ky pozicion do të ndihmojë të ndërtosh lidhje të qëndrueshme. Bashkëpunime me vlerë dhe ndoshta edhe një lidhje dashurie me potencial të thellë. Ti po hap derë pas dere, për veten dhe për të tjerët. Është një proces që nuk ndodh menjëherë, por çdo hap që hedh, të afron më shumë me jetën që meriton. Hëna e plotë e 11 qershorit të fton të mbyllësh një kapitull të vjetër. Të heqësh dorë nga një mënyrë jetese që nuk të përfaqëson më. Të krijosh hapësirë për të ndjekur një rrugë që ndjehet më në përputhje me atë që je në të vërtetë. Sezoni i gafores nis më 21 qershor me solsticin e verës dhe sjell një ngrohtësi të re në zemrën tënde. Romanca është në ajër dhe gjithashtu një mundësi udhëtimi që në fillim mund të mendosh ta refuzosh. Mos thuaj jo menjëherë, sepse mund të jetë pikërisht kjo mundësi që të hap rrugën drejt një zhvillimi të madh profesional. Hëna e re e 25 qershorit është momenti ideal për të vendosur qëllime të reja, për të kërkuar lidhje të dobishme dhe për të nisur plane që të çojnë më lart. Asgjë nuk do të ndodhë brenda natës, por hap pas hapi, ti po ndërton një jetë më të mirë, më të bukur dhe më të vërtetë. Dita më me fat për Britsjapin, e premte 6 qershor, shkëputur nga rutina e përditshme, i dashur Britsjap, dhe vëzhgo se çfarë ndodh rreth datës 6 qershor, dita jote më me fat e këtij muaji.
Këtë ditë, Venusi, planeti i dashurisë dhe bollëkut, zhvendoset në shenjën e demit, një energji që rezonon fuqishëm me ty, duke të ftuar të ndalesh pak, të marrësh frymë dhe të kujtosh çfarë do të thotë të jetosh me kënaqësi. Në vend që të ndjekësh me ngulm suksesin përmes punës së pandalshme dhe orëve të gjata në zyrë, kjo ditë të fton të rikthehesh tek vetja, tek marrëdhëniet që të ushqejnë shpirtërisht, tek gjërat që të mbushin me gëzim të vërtetë. Për ty, që zakonisht e mat suksesin me arritje konkrete dhe financiare, kjo është një ftesë për të vlerësuar edhe suksesin emocional, harmoninë në familje, dashurinë që merr dhe jep, krijimtarinë që të bën të ndihesh i gjallë. Në këtë ditë me fat, mendo të planifikosh një pushim veror, të riorganizosh kalendarin tënd për të lënë më shumë kohë për veten, partnerin, miqtë e ngushtë apo një pasion që e ke lënë në heshtje. Ujori, stina e ndritjes tënde ka ardhur, gjithçka është në valë të mira për ty këtë muaj, ujor. Sezoni i binjakëve sjell një energji të gjallë në shtëpinë tënde të pesë, që lidhet me kreativitetin, argëtimin dhe gëzimin e jetës. Është koha për të bërë më shumë nga ato që të mbushin shpirtin dhe për të besuar fort në talentin tënd të lindur. Mos e shtyp më veten për të qenë praktik, sepse këtë muaj, frymëzimi është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Më 9 qershor, planeti i fatit, Jupiteri, zhvendoset në shtëpinë tënde të 6, atë që lidhet me rutinën, shëndetin dhe mënyrën si jeton çdo ditë. Kjo është një mundësi e artë për të nisur një ndryshim të shumëpritur jetese. Nëse ke menduar të kalosh në punë të pavarur, të ndjekësh një projekt pasioni apo thjesht të kujdesesh më shumë për veten, ky është momenti. Mos e neglizho më veten. Ti je pasuria më e madhe që ke. Hëna e plotë dhe 11 qershorit ndriçon zonën tënde sociale, duke të ftuar të reflektosh mbi rrethin tënd shoqëror. Kush është me ty vërtet? Kush të mbështet kur ke më shumë nevojë? Është koha të largohesh nga lidhjet sipërfaqësore dhe të afrohesh me ata që i ndjen si shtëpi për shpirtin tënd. Nga 21 qershori, sezoni i gafores nis me solsticin e verës dhe sjell një fokus të fortë në prioritetet jetësore. A je duke jetuar jetën që dëshiron? Apo e vlerëson mjaftueshëm shëndetin, qetësinë mendore dhe ëndrat e tua? Merr hapa të vegjël por të qëndrueshëm drejt një jete që të përfaqëson vërtet. Hëna e re e 25 qershorit është perfekte për të vendosur qëllime të mëdha dhe për të ndërtuar plane konkrete për të ardhmen. Tashmë, gjithçka po lëviz me ritme të shpejta dhe ti je gati të ecësh me to, mos lejo askënd të të ndalë. Kjo është koha jote për të shkëlqyer. Lëre veten të bëhet gjithçka që je krijuar për të qenë këtë verë. Dita më me fat për ujorin, e martë, 17 qershor, ujor, fillo të investosh me besim në ndryshimet që dëshiron të bësh dhe përjeto ditën më me fat të muajit me gëzim dhe shpresë. Të martën, më 17 qershor, Marsi do të hyjë në shenjën e Virgjëreshës, duke ndezur te ti një nevojë të fuqishme për të bërë plane konkrete për të ardhmen. Kjo energji është ftesë për veprim, jo vetëm për të ëndërruar, por për të krijuar një rrugë reale drejt atyre ëndrave. Këto plane mund të përfshijnë një marrëdhënie romantike, veçanërisht pasi Mërkuri do të hyjë në luanin më 26 qershor, duke ndriçuar fushën e partneritetit dhe bashkëpunimit për ty, por po ashtu, kjo është një kohë e favorshme për të ndjekur ambicjet e tua profesionale apo personale. Tashmë, energjia e Marsit të ndihmon të shohësh me qartësi se cili është hapi i parë dhe të jep forcën për ta ndërmarrë. Peshqit, qershori vjen si një frymë e re për ty, i ëmbël i peshk. Është si një letër e bardhë që mezi pret të mbushet me ngjyra krijimtarie, ndjenja dashurie dhe ëndra të mëdha që më në fund fillojnë të marrin formë. Që në fillim të muajit, planeti i dashurisë, Afrodita, hyn në zonën tënde të komunikimit më 6 qershor, duke sjellë një butësi dhe magji në fjalët që thua. Nëse ke ndjerë se ka diçka që duhet të thuash, një ndjenjë e pathënë, një ide që të përvëllon shpirtin, tani është koha e duhur për ta shprehur me zemër të hapur, por pikërisht më 9 qershor, gjithçka ndryshon. Jupiteri, planeti i fatit dhe zgjerimit, hyn në shtëpinë tënde të pesë, zonën e krijimtarisë, romancës dhe lumturisë së pastër. Është si të hapet një portë drejt një bote ku idetë e tua kanë më shumë fuqi se kurrë, dhe ku ëndrat që dikur i shije si larg, tani ndihen afër, shumë afër. Një mundësi që mund të vijë rreth datës 11 qershor në kohën e hënës së plot në sferën tënde të karrierës, mund të ndryshojë drejtimin tënd profesional në mënyrë të papritur, por edhe jashtëzakonisht pozitive. Stina e gafores, që nis me solsticin më 21 qershor, të fton të ndalosh pak dhe të kthehesh te gjërat që e bëjnë shpirtin tënd të ndriçojë. Mos hezito të përfshihesh në projekte kreative, të provosh diçka të re, apo thjesht të ndjekësh zemrën.
Ky është momenti yt për të krijuar jo vetëm art, por edhe një jetë që ka kuptim për ty. Hëna e re më 25 qershor është ideale për të vendosur qëllime të qarta, veçanërisht për ato ëndra që i ke mbajtur të fsheta prej kohësh. Shkruaj, thuaj me zë ose thjesht ndjej me gjithë qenien tënde. Mbaje vizionin gjallë, sepse tani ke çdo arsye për të besuar se është i mundur. Ndërkohë, më 26 qershor, Mërkuri kalon në zonën tënde të punës, duke të sjellë energjinë, organizimin dhe përqendrimin që të duhet për t'i dhënë jetë planeve të tua. Nuk është më vetëm një ëndër në ajër, tani ke fuqinë ta ndërtosh me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Dita më me fat për peshqit, e hënë, 9 qershor, krijo jetën e bukur që e ke ëndërruar gjithmonë, i dashur peshk. Më 9 qershor, planeti Jupiter, planeti i fatit, begatis dhe mrekullive, hyn në shenjën e Gafores, duke hapur një derë të re për gëzimin, dashurinë dhe krijimtarinë në jetën tënde. Kjo është dita jote më me fat e muajit dhe një pikënisje e një viti të ri, plot mundësi që nuk duhen humbur. Jupiteri nuk sjell vetëm fat të papritur, ai sjell rritje, vetbesim, ndriçim shpirtëror dhe përmbushje të ëndrave. Tani që ndodhet në një shenjë ujore si Gaforia, energjia e tij është në harmoni të thellë me ndjeshmërinë tënde natyrore. Do të ndjesh më shumë frymëzim për të krijuar, për të dashuruar dhe për të ndërtuar një jetë që të mbush zemrën plot.